Ne po të bëjmë të parin ton, ne po të bëjmë më të pasurin ton, dhe ne po të martojmë me sa dush gra. Përgjigje e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ishte shumë e qartë dhe e çuditshme. Pasha Allahun, thëjke, mu afru njerëzit, vesh mos e fol të vërtetën, mos vepro me të vërtetën, ne po të bëjmë të parin ton, ne po të bëjmë më të pasurin ton, dhe ne po të martojmë me sa dush gra. O ngrita, tha, në këmbë dhe u thash në fytyrë, pasha madhnin e Allahut, si kur djelin të ma vendosni në krahun e djathtë dhe hanën në krahun e majtë, për ta lanë këtë mesazh hynur, vallahi kur nuk e la. Si kur të kishmi pas, edhe si kur të kemi sot gjenerata të cilët për të vërtetën sakrifikojnë dhe lajnë çdo gjë, lajnë brapa, vetëm e vërteta të ngritet në piedestal.